Përshëndetje goca, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Mos e vini re këtë se është çarçafi që kam nxjerr, e kam lënë të thahet aty. Tani, unë jam bërë gati, dua t'ju tregoj pak veshjen për sot, e cila është kjo. Kam veshur këto pantallonat me këto atletet që janë me këtë rozën dhe këto rozë sipër I kam kombinuar. Tani, sot do jetë një vlog, do më thënë besoj se do vazhdoj dhe nesër, nuk e ditë shikojmë, që do bëhemi gati për udhëtim, sepse ne këtë fundjavë do shkojmë në Itali tek vlla Ilirit për Pashk. Ne jemi ortodoks, do më thënë Iliri dhe Zoe janë 100%, pa unë jam gjysëm, por unë e quaj ortodokse më mirë vetën, se me thënë drejten unë e konsumoj mishin e derit, kështu që unë e quaj vetën ortodokse. Dhe tani do bëhemi gati sot, do shkojmë në market në DM, do marrë disa gjëra që më duhen rrugës, jo për Zoin, jo do përgatisim qa do marrim me vete, robat, jo qa do gatuaj që të marrë me vete, këto gjërat I dini juve. Dhe besoj se do kemi 2 vlog, se nuk dua ta zjas shumë edhe me ditët që do rrim atje, se në 2 ditë do rrim, gjithsesi, unë do mundohem të filmoj dhe kur t'jem atje, por për sot që do bëjmë gati dhe rrugës do ta filmoj me se s'bën. Kështu që qëndroni këtu me mua. Tani ne do dalim, jemi bërë gati si që tregova. Do shkojmë të pimë edhe kafen e mëngjesit. Do marrim edhe vezë që të bëjmë vezë të kuqe, do luajmë vezët sot. Uroj që të gjej ngjyrë, po më duket se ka në DM. Se nuk dua t'i marrë të gatshme, dua t'i bëj vetë, se nuk mund të iki pa bërë diçka simbolike të paktën, që për ne që jemi, për pjesëtarët dhe për shtëpinë, edhe dua ta bëj këtë gjë normale. Kështu njerëz, kështu goca, do ju marr me vete. Hey goca! Jam duke u kthyer në shtëpi, nuk jo mora dot tek DM-ja, sepse doja që të nxitoja se po shkon ora 1 e drekës edhe doja të nxitoja. Duhet të kthej tani këtu te marketi, te Lidli, të marr ato gjërat e tjera dhe pastaj kur t'jem në shtëpi do ju tregoj se qa mora. Po nxitoj pak, se s'du që të vënohem se kam shumë punë të shtëpia. Goca, sa po erdha në shtëpi, dhe dini qa, Iliri po më thotë që të nisemi që sonte, se nuk ishte punë. Nuk e di që të bëjmë. Unë kam shumë gjëra, duhet laj Zoin, s'kam përgatit asnjë gjë. Tani hapa kamerën t'ju tregoj pak shpejt se qa morëm tek DM-ja. Kam blek të parfumin te Zori d'Oriente, pëlqeu kjo aroma, t'ja jap konates kur t'shkoj. Një ujë për Zoin. Na të qenë mama. Mere, se kjo është ujë im. Kam marrë goca, këto që do bëj vezët, kam marrë 2 copë, një si kjo lloj, ngjyrues, dhe një si kjo, nuk e di, do të më shikur si do t'i bëj. Kam marrë mask për këmbët, se unë vuaj shumë nga këmbët goca, e kam thënë duke dhe njërë tjetë, nuk e di e kam thënë këtu apo jo. I kam shumë kështu, jo kallët mëdhaja, por shumë të ashpra, edhe pak fare të qara, nuk e di, s'po gjej dërman. Mora këto, të njëjtës linjë, nuk e di nëse do jenë të mira ose jo, do të shikojmë, do përdor njëra nga këto nëse kam kohë sot, edhe këtë kremin, për ta lyer kremin darket do të mendoj, inshallah nuk harroj. Mora në këto për të bërë pancake për Zoin, bio. Është kështu, thash t'i bëj që t'ja marrë me vete. Tani nuk e di, do kem kohë t'ja bëj apo jo. Kjo është çështja. Tjetër qa mora atje una. Mora dhe 2 çokolata të vogla për snack, kështu t'ja jap Zoit me vete, janë për beba. Do I bëj dhe gjëra me vete, kështu për mora dhe këto se thash si diet. Unë më së shumë t'i doja bëj vetë, por nuk e diet. Këto ishin ato që mora tek DM. Tani, isha dhe tek... Prisni. O, jo zotë, që do bëjmë përpara? Prisni pak. Tani, t'ju tregoj pak shpejt çfarë mora tek marketi. Edhe pastaj, se di sa do mundem ta hap kamerën, se duhet që t'i bëj gjërat shpejt.
nëse nisemi sot. Ka marrë vezët, si që thash, që do t'i fus madje direkt të vezët. Tu ka marrë bukë të ndryshme, që do bëj 2, këtë është focaccia, e keni parasysh të focaccia? Dhe 2 ka marrë si ajo, t'i mbush me ndonjë gjë. Mora dhe një zojit, nëse, bukë janë këtu. Kjo ishte me vete që futa ato gjërë. Ka marrë një patetin, thash, po e marrë me vete. Këte, doja qoja tyra atje, se dur bosh nuk I kindot, dhe këta e mora për ta qua atje. Edhe këta e mora për ta qua të kunata, edhe Iliri do blej 2 shishe verë të Aldi, se të Aldi është një lloj vere shumë e mirë, edhe e ka pëlqy kunati kur ka ardhur, edhe do I marri 2 me vete. Ka marrë 2 kefira, që këto mendoj t'i marrë me vete për rrugës, edhe kur të kthehem normalisht. Unë mora edhe krapule, sepse mendova që do t'i zjej edhe do t'i bëj kështu, do t'i fus në air fryer, edhe t'i kemi rrugës, t'i ham, tani nuk e di që t'bëj, do t'i fus, do t'i zjej shpejt e shpejt, ose do t'i fus ashtu t'piqen direkte, edhe t'i kemi, nuk e di, do t'i fus t'i pjek pas zjer fare. Mora edhe si këto djathtat e vogla kështu, që I marr për Zojin, janë për fëmijë duke to në mos gaboj, I pëlqen shumë Zoji këto, edhe një file kështu, edhe një, me thoni, kështu. E keni parasysh kur ti kërkot më kot fjalët, prashut. Edhe këto janë gjëra që morëm goca. Tani, unë duhet t'i sistemoj këto gjëra, do ve vezët, do fus mishin, dhe... O, zot, nuk di që do bëjmë për para. Por nuk mundem jo, nuk besoj se do nisemi do të sot, sepse është shumë shkon vonë. Gjithsesi po nisem, do shta nisemi mas dite vonë. Të shofim, do ju them pastaj. Goca! Më mori Iliri në telefon dhe më tha që nuk do nisemi sot, sepse I kishte ndalë punë dhe shqyr për mua. Qëmë që kam bërë flokë shumë. Do jem pak më qetë, do me thënë do t'i marrë gjërat pak më shtruar tani. Se s'po dhja që atë bëja me përpara. Ja, mama, ja. Edhe tani jam kështu në kem duke ngrem pak bukë. Nuk kam ngrem. Këta si tip qofte që kam bërë mbrem, nuk e filmova. Me lule lakër. Me patatet zirë. Edhe me erza. Me erza dhe me atë bukën e që është ajo buka e thekur kastile. Ua. Duhet të dalim edhe kështu ndonjëherë. Të tregojmë vërtet se ç'a bëhet. Ashtu I bëra me mama. Tani. Vezët do t'i bëj ndarë këtu, s'po I bëj tani. Se kam kohë që ati bëj kohë që tani. Duhet t'i lexoj një herë si bëhen. Do me thënë, gjërat ushqimet që do marrim me vete, po I le do t'i bëj ndarkët. Tani, do shkoj do... Zoji nuk do gjum akoma, po pres pako, më ka ardhur një pako, do a tregoj kur të mblidhen të gjitha, inshallah nuk harrojmë, kanë gjërat lezetshme. Edhe do shkoj, do bëj rrobet gati, të Zojit në radh parë tani, ndërsa me ushqimin do merrem në darkë me përgatitjen e gjërave që do marrim me vete. Edhe Jo mama aty. Për të larë prap darkë, kështu që kemi punë. Nga darka, edhe Zojin mbas dite vonë para se të fleri gjumë do ta ve, por do shkoj do bëj rrobet gati tani. Tani atë do bëj rrobet gati. Sistemoj që këto në përvende, që mos më rrinë kështu rëmuj dhe do bëjmë rrobet gati. Jemi këtu të dhoma goca dhe tani do shikojmë rrobet se qa do I marrim Zojit me vete. Qa do marri goqa me vete të Xhaxhi? O drit, do t'hajmon! Do veshit goqa bukra. Unë do jepi këtu lartë. A vash mama. Ri këtu, mos I ka nej. Atere, nuk e di. Koha është kështu, edhe andej si këtu është, se atje te qyteti është afër me Zvicrën. Dhe është koha paka shumë si këtu atje. Unë po mendoj që ti marrë, që të marrë me mama?
As nuk e kam mendu fare. Dhe i marrim këtë bluzën e bukur. Ta marrim tani mama? Ej, Zoi. Qa po shtyp aty ti? Mi strece? Po mendoj t'i marrë këta, që ta ketë atje për shtëpi. Edhe kjo është e trash, edhe këta, se edhe shumë të holla nuk dua t'i marrë. 2. Zoi, qa po shtyp mama? T'i marrë edhe këta, se edhe kjo është pak si kështu. 3. Kjo është shumë e hollë, madje kjo Zoi si bën fare tani, u po se di se e kam. Apo, o Zoi, të bën ti ke me mama? Nuk e dim, do ta shohim. Qa do i marrim tjetër? Duhet ta shoh mami. Edhe kjo është që nuk është shumë e hollë. Po thuj se rozi mora gjitha Zoi tona. Kjo është pak e hollë me thënë drejtën, është shumë e bukur, që ma ka sjell halla ime. Duke mun aty? Por, se di, jam në mëdyshje. Edhe ta mendoshja nuk është se do rrim jashtë, por si do që t'jetë, kur do që të dalim. Bum! Zoi! Qa po bën me mama? Po mendoj që t'i marrë këtë kostumin Zoit. Ky është shumë i bukur. Madje, se di, po mendoj t'ja vesh nesër këta fare Zoit me vetë. E mama, dhe veshim të bukre nesër? Këta doja marrë. Mos jetë poshtë, man! Zoi! Jo më drit! E, mirë. Pse jo hodhe poshtë? Madje më mirë t'i marrë sete, goca? T'i marrë edhe këtë setin fare. Më mirë po i marrë sete Zoit. Se këto janë pak, jo shumë me push, pak janë. Po janë më të ngrota sa ato tjerat, ato janë pak të holla. Okej, do me thënë një set do ja veshim që do ikim, një set e zëm që do vim, u bën 2. Ti marrë edhe këta, se dhe kjo është e ngrohtë, këta që t'ja vesh atje, i bie nesër Zoi e ka, që t'ja vesh shtunën e zëm. Po të dielën që kemi drekën Zoi, që do veshim? Duhet me gjetë një fustan. Do veshim një fustan të bukur. Këto këte janë qik të holla. Jo mama, këtu janë qik të holla këto robet në ana këtej. E me mama, janë pak të holla, po dhe shumë të holla s'qenë kanë këto. E më jeta ime. Prit. Jo, prit, se do të vesh mami robet. Ta marrim këta? Ta marrim këta, ta kombinojmë me një bluzë në ato aty. Do me thënë, Zoi, u bën 3 veshje të themi. Është telefoni mami. Edhe këto janë pantallona shumë të bukura, që ja ka sjell halla ime, po... Ajde Zoi të shikon, më duket se nuk i bën Zoit këto akoma. Dale të shikon një mami kështu në larg. Dale dashuri. I ka pak të gjëra këtu, janë pak të gjëra akoma. Këto janë deri 18 muajshe, 12 deri 18. Nëse do ja lë një herë t'ja provoj si opsion. Edhe këto. Shih, pse I hodhe këtu poshtë robet ti? Dale mama, dale. Ishe kamë. Bravo. Do me thënë, kemi një. Jo, këto nuk do ja vesh, këto do ja vesh atje se është I bukur ky seti. Një palë. Një o bë. 2. 3. 3 palë janë bërë. Tani, thash do I vesh edhe këto, të cilat do ja kombinoj me këtë trikon, që është paka shumë si ngjyra, vetë se kjo është me lule e Zarës. U bën 4 veshje, du t'ja marrë edhe këta, se dhe kjo është e trash. Këta, atë,
Shikoj nëse i bën kjo. Këto do t'i la veç një herë. Ata do ja vesh me... Do i marr një pal pantallona. A vash mama? Këto se di. A i bën këto pantallona Zoj. Zoj? Kam hallin këtu te Beli se se shkaq kjo është 104. Shumë e madhe, jo, nuk i bën Zojt kjo. Ose do i marrim këto pantallonat. Këto janë 8 vjeta. Këto janë të bukura. Këto do ja marrim. Okej. Sa veshje janë Berzoj? Ne do rrim, do me thënë, i bie nesër jemi gjithë ditën, inshallah nuk na shkon shumë rruga, nuk na kap shumë trafiku, që ta arrim mbas dita atje. Edhe i bie premte, shtun, e diel, edhe të hanën që do kthemi, 4 veshje duhet të jenë. Dhe 2 t'i marr plus, do marr një fustan, Zojit, dhe që do marr tjetër? 1, 2 veshje. A vash më? 3, 4, 5. Mirë janë. Mirë janë. E me mama mirë i ke ato. Në dëshuri? Po. Bolle i ke ato. Apo të marrë mami këta ja tyja. Në vend të asaj se është qiksi me trashke. Se kam hanë mos keftot me këta me drita mamit vetë. Kjo. Kjo që nga dhe vogël njëherë. Një so janë. Me këta nuk shkon shumë. Me këta shkon më mirë. Këta do marrë. Sa herë do ndryshoj mendje ne. Edhe këto i ka të bukra Zoj. Jo, po këto janë qikë shumë. Atere, goca. Çështja është këtu, unë kam këtë fustanin. Shikoni pak. Që është si velvet, ja ka sel motra ime. Jam në më dyshje edhe këtë tjetrin që është pak më i thjeshtë kështu. Këta fakt ja kanë vesh dhe një herë tjetër, po nuk është se i kanë bërë ndonjë foto apo diçka. Ej, goca, përshëndetje, sërish këtu, ne u nisëm. Thash njerë do nisemi, njerë nuk do nisemi, tani e vend... E nisëm. Jemi nisë orën 6 dhe arrim mes në mëngjesi nga ora 2-3. Por që u nisëm, e morëm rrugën që sontë. Dhe unë nuk jo mora do të me, sepse isha duke bërë përgatitjet e fundit. Edhe duhet i bëja sa më shpejt, shikoni. Thjesht kam bërë një dush edhe as kam rregullu flok as i gjë. Se thash çfarë do rregulloj kot, lyhem kot, natë do bëhet, kështu që do ikim do flejm gjumë nesër. Edhe prandaj bëra gjërat gati, rrobat e Zojit, i futa dhe një valixhe, jo të mia, jo të Ilirit, jo e kështu me radhë. Bëra ushqimin gati që morëm në paninë gjëra budalliqe. Tani jemi rrugës, uroj që mos na kapi trafik rrugës, o zot inshallah jo, ose inshallah s'ka asnjë aksident, na e gjë se po pati na fiku pësaj. Kështu që do shihemi sërish. Ne kemi bërë një ndalesë në orën 7:30, 8 paca, sepse duhet që të ndroja Zojin edhe të jepja pak për të pirë, se për të ngrënë nuk është se ka ngrënë shumë, edhe që të fleri gjumë, se është e grindur për gjumë. Ora tani është 8:01 dhe ne duam edhe... Do dhe një orë dalim në Gjermania në pit? Apo më shumë të? Duam dhe pak 12 dalim në Gjermania. Jemi akoma drejt për të arritur në Basel, për të hyrë në Francë. Dhe më shumë. Duket? Por gjithsesi, unë po flas, nuk është se dukem shumë. Jo, nuk dukem shumë gjithsesi.
në Zvicër, ta lëm Gjermaninë. Do bëjmë një ndalesë të vogël përpara se të futemi në dogan, se jemi mbi pak të shpijemi. Zojën e kam gjumë, po bën gati 2 orë në gjumë, që në orën 8:30, ora tani është 11 pa 1 çerek. Më 3 orë, që? 2:30, po. Edhe në orën 2:30 jemi në Italia, kismet zotit. Por ndaloj mirë të shpijemi se unë pim. Unë se di me do mundem të filmoj, sepse këtu nuk dukem fare. Prandaj do shifemi nesër. Jo, pse më zgjonzoj. Fike se zgjonzoj. Hej goca, përshëndetje. Ju flas nga Italia, nga Varese. Po, kemi ardhur që mëngjes. Në fakt, nuk e kam pas kamerën me vete, se doja t'ju flisja që mëngjes, nga që e kisha haruar tek makina dhe Iliri doli edhe nesër, tani arrita që ta hap. Dua të bëj mbylljen e këtij vlogut, që dua t'ju them t'ju them që arritëm mirë, shqyr zotit, rruga shkoi shumë mirë, në orën 3:30, jo 3:30, 4 pa ca kështu, kemi arritur në shtëpi. Rrugës nuk kemi pas pengesa ose ndonjë gjë, thjesht këtu në Itali sapo u futëm tek dogana, sa kaluam doganën, domethënë, ishte një patrull policie, na ndaluan se kuptova kot ndoshta kështu. I pan që ishin çdo gjë në rregull, na pyetën, na tha, ju jetoni në Gjermani? Dhe do vini në Itali, për çfarë vini në Itali? Deshi thash pse është ndaluar të vish në Itali, ne që rrim në Gjermani. Edhe na mbajtën atje një gjysmore. Edhe rruga shkoi mirë, domethënë kemi ndaluar 1-2 herë rrugës, se normale edhe Ilirit i flieshe gjumë. Ja, erdha! Edhe, që po thoja, se duhet të vishëm të dalim. Edhe, pastaj, në orën 5 i bie 4:30, 5, fjetëm gjumë, në orën 7 u çuzoj dhe nuk është se kam fjetë shumë, po s'ka gjë, nuk e ndjej veten shumë të lodhur me thënë drejtën. Tjetër, këtu koha është shumë mirë, unë tani po e mbyll këtu dhe vlogun, sepse kam nisur vlogun tjetër, edhe nuk dua që t'i bëj kështu lëmsh, nuk e di kur do postojnë këto vlogjet, sepse kam dhe një vlog tjetër përpara, gjithsesi. Jo, nuk kam. Gjithsesi, unë do mundohem që t'i editoj videot, të paktën këtë vlogun e përgatitjes dhe e rrugës, ta editoj për kohën që jam këtu edhe ta postoj. Kështu, se nesër do dalim prap, tani mbas dite do dalim prap, dhe do shifemi në vlogun tjetër. Mos harroni të më suportoni, të më bëni një subscribe. Paqim.